Ne kemi shpreh publikisht kryetari Ardian Xhini, kryetari i Aleancës, i ka paraqitur publikisht, janë të artikuluara qartë, janë të shkruara 6 le të themi jo kërkesa, as kushte, oferta Aleancës për si mundësi reale për ta ndihmuar formimin e institucioneve ose konsolidimin e institucioneve të dala pas zgjedhjeve. Nëse ka një zotim publik që këto 6 kjo ofertë është e pranueshme për qeverinë e ardhshme të Republikës Kosovës, atëherë ne kontribuojmë në kuorumin që do të ndihmoj formimin e institucioneve të reja. Pra, kërkesat tona ose oferta jonë nuk asgjë si ndihmon Aleancës, nuk bëhet Aleanca nuk bën ofertë për Aleancën, po gjithë kjo ofertë në një mënyrë ose tjetër është direkt ndikon në të qytetarët e Republikës Kosovës, pastaj në vendosjen ose rivendosjen ose konsolidimin e marrëdhënieve të Kosovës në Bashkinë Ndërkombëtare, sepse janë edhe në kuadër të kësaj oferte janë edhe kërkesa strategjike, për shembull gazi i lëngëzuar amerikan ose krijimi i kapaciteteve të reja energjetike që me pas siguri, me pas garancë energjetike Kosova të furnizimit me energji elektrike. Pastaj janë kjo kërkesa për përmbylljen e projekteve të infrastrukturës rrugore kudo në Kosovë, janë projekte që kanë marrë kohë të gjatë edhe duhet përmbyllen sa më shpejt. Pastaj është kërkesa për rritjen e pragut të veshës nga 30.000 për bizneset e vogla dhe të mesme që janë në 100.000, që janë rreth 100.000 biznese që përfitojnë direkt bizneset dhe që kjo do të thotë është një hallkë shumë e rëndësishme që e ndërlidh zinxhirin ekonomik të Kosovës 100.000 biznese, me njëherë në rënd gjendja në aspektin pozitiv edhe për ato biznese që kur i rritet pragu nga 30 sa kanë sot, bëhet në qindra miliona euro me njëherë futen në qarkullim dhe normalisht e rrit mirëqenien e bizneseve, mundësit jau horizontet të reja u hap bizneseve, po edhe mirëqenien e qytetarëve sepse është një hallkë e rëndësishme që do të përfshihet në sektorin e zhvillimit ekonomik të Kosovës dhe të mirëqenies së qytetarëve të saj. Pastaj toka që punohet, pse të tatimohet? Pse të ketë taksë në tokën e punuar? Kjo, domethënë, është motiv, shtesë që fermerët ta punojnë tokën, sepse ata që punojnë tani paguajnë. Pra ata që punojnë është një mundësi e mirë që tokat e punueshme me qenë mu kultivu, pra me qenë punueshme me kultura bujqësore, pemtare, vreshtare, perimtare, me drithra, edhe kjo është një diçka që shërben direkt fermerëve, bujqëve të Republikës Kosovës, jo të bujqëve të Rahovesit ose të një zone caktuar, kërkesa për 800 deri 1 miliard euro për kryeqytetin, që të bëhet më jetueshëm, që të jetë më funksional, që është tek kryeqyteti i Republikës Kosovës. Pra janë kërkesa krejt legjitime, është një ofertë shumë e qartë, shumë konkrete, shumë e thjeshtë, le të del ai që do me bëjë qeverinë, thotë unë i bëj këto, i bëj pjesë programit qeverisë, na s'po dojmë as postë, as ministra, asgjë s'po dojmë, e atëherë ne qëndrojmë sallë dhe bëjmë forumin e nevojshëm, që se kërkohet që mos bëhemi pengesë, po të bëhemi kontribues në formimin e institucioneve të reja. Edhe evitohen zgjedhjet. Po ne kjo është, kjo është publike çka po them, është transparente, qytetarët e dinë. Aleanca ka një ofertë në momentet të tanishme. Oferta është publike, pra është transparente, edhe kjo është e tëra. Nuk kemi arsye me pas marrëveshje. Sepse ne po themi, zotohu që këto 6 pika të kësaj oferte të Aleancës janë në rregull, janë dobi të qytetarëve, se vërtet janë dobi të qytetarëve, me Aleancën jemi në rregull.